Sot në hapësirat e Federatës së Futbollit të Maqedonisë, në praninë e komisarit të garave dhe përfaqësuesit e 4 skuadrave gjysmë finaliste, si ato Struga Trimlum, Vardari, Shkëndija dhe AP Brera, u hodh Shorti për gjysmë finalen e kupës. Shorti deshi që në gjysmë finale të përballen Shkëndija, Struga Trimlum dhe Vardari, AP Brera. Ndeshjet e para gjysmë finale do të zhvillohen më datë 9 prill me fillim në ora 15 dhe atë Shkëndija, Struga Trimlum dhe Vardari, AP Brera, ndërsa ndeshjet kthyese në Strugë dhe Strumic do të zhvillohen më datë 23 prill me fillim në ora 16. Kujtojmë se finalist të vitit të kaluar ishin Tikfeshi, Voska Sport, ku fitues doli Tikfeshi. Në 31 edicionet e deri më tanishme, Vardari ka fituar 5 herë Kupën e Maqedonisë, Shkëndija 2 herë fituese e kupës, AP Brera 1 herë, ndërsa Struga Trimlum nuk ka fituar asnjëherë Kupën Republikane.